e narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, e regjimit që ka shtruar zgjedhjet në farsë elektorale, e regjimit që përdor prokurorin si armë politike kundër opozitës. Mbi të gjitha, e regjimit që ka ndërtuar në Shqipëri narkoshtetin si kërcënim serioz për sigurinë e rajonit e Europës dhe Mezhër. Dje në Washington, në forumin e Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, forum që bashkon rreth 80 parti politike të djathta dhe qendrës së djathtë, por që de facto udhëhiqet nga Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara, që përfshin Unionin Bashkimin Demokrat Kristian të Gjermanisë dhe të gjitha forcat politike të Partinë Konservatore të Britanisë dhe forcat tjera politike të qendrës djathtë dhe djathta në Europë dhe në botë, kanë votuar në unanimitet të plot, me mbështetje të plot, pa asnjë vërejtje, rezolutën kushtuar Shqipërisë